Mateo, ju uroj një jetë të lumtur dhe uroj që ta duash Brikenën me veçoritë e saj, me veçantitë e saj, ta duash dhe të qeshësh me të edhe kur ajo është e mërzitur. Në momenti që se do më, të lutem shumë, ne duam gocën prap, por mos e lëndom më shumë se ç'duhet. S'kam për ta lënduar asnjëherë. Tani mu më vjen shumë mirë që ju po kurrizoni sot. Dasmën e parë më të madhe në Elbasan e kam bo vetë, edhe uroj që dasmën e dytë më të madhe në Elbasan ta boni ju. Dhe për një gjë tjetër që unë mendoj që dasmat ku kemi një shqiptar të Shqipërisë dhe një dardane janë të shenjta. Kështu që ju uroj të keni vetëm lumturi në jetën e juaj dhe inshallah sa më shumë kalamoj. Faleminderit. Në momentet më të bukura të jetës, kur dashuria kurorzohet në një premtim, zgjedhjet janë ato që kanë rëndësi. Argjendarimi Luna, gjithmonë pranë çdo çifti në çastet e tyre më të rëndësishme. Këtë herë ka sjellë përsëri magjinë e saj në Big Brother, duke surprizuar Brikenën dhe Mateon me unaza që simbolizojnë një fillim të ri. Sepse një unaz nga Miluna nuk është thjesht një zgjedhje, është një ndjesi, një emocion, një kujtim që mbetet për gjithmonë. E zgjedhur nga çiftet që duan të shkëlqejnë bashk, Miluna kthehet në fatësjellësjen e çdo histori dashurie. Nëse ti po pret momentin tonë, bëj atë të paharrueshëm me argjendarin Miluna. Aty ku dashuria bëhet histori. Për të sjellur nazat, siç e pat, erdhi një person shumë i rëndësishëm për njërin prej ju. Ta ime ti, moj, vdekshëm për ty, moj. Po, vdekshëm për ty. Soleil. Moj, për ty e bukra i me ti, moj, dritë. Soleil është mbesa e Mateos.